Një ngjarje e padëgjuar më parë ka ndodhur të shtunën në gjykatën e Elbasanit, teksa po zhvillohej seanca për masat e sigurisë për disa persona të arrestuar. Avokati Ulian Bajrami është arrestuar nga policia e Elbasanit. Arrestimi është bërë me pretendimin se ka kërcënuar prokurorin e kësaj çështjeje. Ulian Bajrami ishte avokat mbrojtësi të arrestuarit Maksim Lika në një moment në sallën e gjyqit. Ai ka pretenduar dhe ka akuzuar se oficeri i policisë dhe prokurori kanë falsifikuar provat në ngarkim të klientit të tij. Në një audio të marrë nga seanca e publikuar nga avokat Arben Dangozi, Bajrami madje paralajmëron kallëzim për prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore, që ka pastyrim të rreth të dhëna dhe që do të merret personalisht edhe me prokurorin, edhe me gjithë oficerët e policisë. Avokat nuk funksionon me kërcënim në sallën e gjyqit. Nuk ka rëndësi se çfarë do bëni ju jashtë kësaj salle me këtë doni ju. Do tash për herë të fundit avokat do marr masa nga ato që parashikon kodi procedurës. Pas arrestimit të Ulian Bajramit ka reaguar dhe dhoma e avokatisë. Sipas saj, kjo ngjarje është e paprecedent kur një avokat i hiqet e drejta e fjalës. Ngjarja kjo e pa precedent, ku një avokat i hiqet liria për shkak të fjalës së lirë në sallën e gjykimit, ku ai shpreh mendimin për falsifitetin e provës dhe përgjithësinë që, sipas avokatit, duhet në mbaj autori i falsifikimit, që në këtë rast është prokurori. Maksim Lika u arrestua së bashku me 12 persona të tjerë të hënën e 13 tetorit në Elbasan. Arrestimi u bë pas një telefonate në sallën operative se disa persona të armatosur ishin në një lokal në zonën e Bradasheshit.